ky virus shpërthen më të madhe, që hospitalizimet në regionin e Evropës për shkak të RSV-s tek fëmijët kanë pësu një rritje enorme që s'ka qenë asnjëherë më herë. Disa prej virusëve, për shembull, hajde ta marrim dy ma shablonet që ekzistojnë. Fillimisht e kemi për shembull herpes simplex. Është një lloj virusi që zakonisht ndodhet në regionin e buzëve ose gojëve, që në rast se një person ka një imunitet pak më të rënd, ose për shembull keni pa kur na bjer gripi ndonjëherë këtu në qyshe që na den një lloj plage, është një farë inflamacioni ose një lloj shenje patognomonike e herpes simplex. Si virus është tejet nxitës, sidomos në kontaktin lëkurë me lëkurë. Imagjinojnë lëkura e një bebe e cila është pothuajse 100% permeabile dhe nuk filtron asgjë. Momentin që puthet ai fëmijë nga një person që është bartës aktiv i virusit, menjëherë mund ta marr beba juaj. Për mu, që jam x vjeç, 30 kusur vjeç, herpes simplex është vetëm një simptom që me pak pomadë aciklovir do të kaloj brenda pak ditësh. Për një foshnje nuk kalon brenda pak ditësh, edhe beso mund të më ardhë deri tek më e keqja që ju e përmend. Një virus tjetër edhe më tabu, sidomos në muajt e dimrit, është virusi ne i themi shkurt RSV, Respiratory Syncytial Virus, ose virusi syncytial respirator me për këtë në gjuhën shqipe. Më fal lejon terma miksor që nuk kam gjuhë shqipe me i bë me i shqipru më shumë, po është një virus që zakonisht në sezonin e gripit që fillon prej tetorit të vitit aktual deri në muajt mars e maj të vitit tashëm, ku gripi shpërthen më të madhe, muajt e vjeshtës dhe dimrit, edhe pranvera hershme, ky virus shpërthen më të madhe. Madje dje doli publikimi i fundit që hospitalizimet në regionin e Evropës për shkak të RSV-s tek fëmijët kanë pësu një rritje enorme që s'ka qenë asnjëherë më herë. Sugjerimi im është, në rast se ju shihni një fëmijë të dikujt tjetër, i cili në një mënyrë sado mund t'ju pëlqej, si rekomandim, mundohuni që mos të krijoni afirmitet ashtë masa që të keni kontakt me lëkurë ose ta pothni për shembull në faqe. Mos ja pothni bebën në faqe kërkujt.